Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh ashpër kundër kryeministrit Edi Rama në një konferencë për media, duke akuzuar për lidhje të drejtpërdrejtë me trafikantët e drogës dhe për përdorim të hapësirave publike. Ai tha se Shqipëria është ndruar në një lavatriçe të parave të drogës, duke vendosur vendin në një pozicion të paprecedent në Europë. Edi Rama ktheu dje përgjigje. Vendet të cilat na përmendin drogën të shohin veten e tyre se kanë më shumë se ne. Kjo është tipike përgjigja e një padrinoje. Është vërtet se vendet tjera kanë problem drogën, por po ka që vërtet se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Berisha nuk i kurseu akuzat ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën e akuzoi për përpjekje për të siguruar shtetësi të huaj dhe për të shmangur përgjegjësinë ligjore për vjedhje dhe shpërdorim të miliarda eurove. Lubia është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses, pas disa përpjekjeve që ajo bëri në vendet e Gjirit Persik. Në një apel drejtuar institucioneve financiare ndërkombëtare, Berisha kërkoi ngrirjen e çdo llogarie bankare të Edi Ramës dhe Belinda Balluku, duke i konsideruar këto veprime të domosdoshme për parandalimin e keqpërdorimeve. Ai gjithashtu paralajmëroi organizimin e një proteste kombëtare kundër qeverisë, duke theksuar se data e saj ende nuk është e përcaktuar.